Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Mbrëma ku do të na ndesni të nderuar shikues. Krye tema diskutimit në Kosovë e gjithë elitës politike në këtë vend dhe jo vetëm elitës, e kujdo mbase kudo që rri në shtëpi, në kafene dhe kudo që ndodhet është kush sa vota mori. Kjo është krye tema më e madhe, më me peshë që dominon kohën e shumë kujt sot në Kosovë, por realisht kjo nuk është tema e madhe e Kosovës së brendshme e asaj të jashtme. Tema e madhe është se si vendet lëviz nga ky si ta them ambient i enklavizuar për brenda në pikpamje zhvillimore ekonomike e edhe me jashtë, por kjo fare nuk është temë. Nuk është temë fare e askujt në Kosovë se si ky vend ndal migrimin në përmasa stike tepër shqetësuese, se si ky vend ndërtoi projekte makro zhvillimore ekonomike, si të krijoj një transformim përgjithshëm politikave të shërbimeve publike, të tjera pafund, çështje që mbase sot janë jetike për qytetarët. Mbi 200.000 qytetarë bojkotuan thirrjet e partive politike duke refuzuar të marrin pjesë aktivisht në zgjedhje. 200.000 votues më pak ishin në zgjedhjet e jashtëzakonshme të 7 qershorit. Dhe sot ende Komisioni Qendror i Zgjedhjeve po bën numërimin e votave të kandidatëve dhe të votave që po vinë edhe nga jashtë, duke bërë përpjekje që në një afat mbase të shpejt dalë dhe me rezultatet përfundimtare. Kanë të ftuar për këtë, nëse mund ta them, enklavizim politik të Kosovës, dy njohës të mirë të sistemit politik kosovar, profesorin Fadil Maloku. Mirëmbrëma, profesor Maloku. Po ashtu edhe analist njohur politik, që vjen nga i njëjti branch sociologjiko-filozofik, i një observimi, po them, të mirë të skenës politike, gjitha zhvillimeve, ato që ishin dje sot mbase dhe nesër. Zotin Afrim Kasolli, faleminderit për kohën. Kënaqësirit jemi së bashku. Profesor, si do ta definoni këtë aktualitet politik? Po të është qose në hyrje bojmë një farë parantezë. Çfarë emri do t'i jepni? Në gjykimin tem në zgjedhjet e 7 qershorit nuk pat fitues absolut, as humbës absolut, me një fjali. Në gjykimin tem. Arsyet mundet më gjetë nga më të ndryshmet, por shto këtu, domethënë kësaj paranteze, idenë dhe konceptin se atë faktin që përmend jo 200.000 njerëz të kanë abstenu, në gjykimin tem na si sociolog, me Afrimin jem koleg, duhet me zbërthy këtë, si me thonë edhe me dhoni një përgjigje meritore pse ndodhi kjo, pse ky abstenim kaq i madh. Edhe në pistan, si me thonë, via trasha në gjykimin tem kjo duhet ky farë zhgënimi duhet mu kërku tek subjektet politike të cilat ndoshta për shkak të afatit shkurtër nuk kanë arrit me bën një farë mobilizimi, si të themi, më të fuqishëm të elektoratit, për shkak se secili subjekt ka rënje. Pastaj një përgjigja do të me kërku në gjykimin tem edhe tek betejat që u zhvilluan brenda kësaj fushate shumë shkurtër. Ideja dhe koncepti që e kam kuptuar ka qenë me e ruajt qatë votuesin që e ka pas, unë e quaj si militant, një votues i cili sidomos është adresu edhe u pa ma zgjedhje tek Aleanca për shembull, që e ka ruajt që është një subjekt i cili ka një grup shumë domethënë të besueshëm, në kuptimin që pavarësisht se çfarë ndodh, në cilat rrethona ai votues e voton, tash edhe këtu ka një farë, nëse i him me një farë skalpelit kirurgut me gjurmu pse janë kaq të besueshëm këta, mundu me gjetë edhe këtu përgjigje. Unë jam të fol për 3 subjektet, edhe në gjykimin tem ajo kërkesa e qeverisë apo ma thjesht e vetëvendosjes, apo shpresa, themja, synimi, ambicia që ka me marrë dhe i ka kërku 60%, në fakt në gjykimin tem dështoj. Pse ka kërku 60%? 60% në gjykimin tem është kërku për me bo një farë transformimi
të ngadalshëm, demokratik, normativ, të krejt kësaj arkitekturës që ne po e shohim edhe identifikojmë si kushtetut ahtisariane. Pra, në gjykimin tem, kriza nuk është vetëm krizë elektorale, nuk është krizë morale, nuk është vetëm krizë politike, po është edhe krizë kushtetuese. Në gjykimin tem, kjo arkitektura e kësaj kushtetute i ka do defekte të cilat ndër defektet më të rëndësishme në gjykimin tem është që ky elementi i superdiskriminimit pozitiv, i cili në një farë mënyre është një farë pengese serioze. Për të shkuar matutje edhe për të pruv vendimarrje të shpejta, pragmatike dhe praktike, cila do qeveri që të vijë. Kjo është një pengesë. Defekti tjetër në gjykimin tim është që kjo edhe ky projeksioni se ne jemi një demokraci procedurale. Po e identifikojmë si demokraci parlamentare, edhe në gjykimin tim kur është ndërtu kjo është paramendu që kërkohet konsenzus ideologjik, etnik, fetar, gjinor, klasor e kështu me radhë. Pra, më them duket në kohën të cilën jemi është bërë një pengesë serioze që kjo komponenta e, si me thonë, komplementaritetit apo kërkimit të, si me thonë, që po i quajmë si kompromise. Pra, zhvillimet e tashme, profesor, thu që kjo kushtetut nuk po i bje taman këtyre zhvillimeve, këtij realiteti. Dhe se një prej tyre është edhe ky aspekt i krizës kushtetuese, siç e thatë. Po, fakti dhe akti që po hasë, si thuhet, Gozhdan Sharr është rasti më i mirë i precedentit. Nuk është një problematik e madhe që nuk mundet më bë. Një kuvend i cili është interesuar me dalë pe këtij ngërçi, mundet me zgjedh me një, si me thonë, me një shtesë ligjore, normative, në kuadër të kuvend, se kuvendi bjen ligje, edhe me ndroj punën e presidentit me zgjedh mirë drejt për drejt, edhe me shku matutje. Pra, por me që kjo është një pengesë, të shte dilema më e madhe për mendimin tem është... Po kërkoni një kostum tjetër kushtetues. Një kostum tjetër i cili duhet me ndryshu. Edhe ju e thatë, nuk e di e thatë, vetëm si ide, si parantezë, por fakti dhe akti që jemi në krizë, kjo dëshmon mas miri që në duhet me ndryshu diçka. Nuk është fjallat tek kompromise, se që arkitektura po thot me bo kompromis. Por të kemi një rrethon 3 kur një subjekt ka marrë më shumë se sa 50%. A unë mendoj që arkitektura ahtisariane është projektuar që asnjë subjekt mos me dominu mbi tjetrin. Ne kemi një rrethon viti 2023, dhjetori 28-it, kur për herë të parë një subjekt, vetëvendosja, fitoi në mënyrë absolute shumicën. Edhe në gjykimin tem kjo, me që ka projekcionin për ndryshim, që e ka emëruar vetë si Republikë e Tretë, që unë jam në fillet e saj për më ndryshu kjo. E si duhet ndryshohet kjo arkitekturë, unë nuk e kam dilemen. Dilema e vetëm është pse nuk... Sa po përmend Republikën e Tretë? Republika e Tretë se ka përmend Albini. Ajo është një republikë faktikisht parlamentare që e kuptojnë, ku nuk do të ketë dallime gjinore, klasore, religjioze, dhe me thonë, qytetare. Nuk e ka dhënë shpjegime të qarta. Ka thënë vetëm që ideja për Republikën e Tretë do t'i jepte kuptim pavarësisë së Kosovës. Asnjë që kështu së paku deri tash ka thënë zoti. Predikimi jem është. Mirë, po ju si po e lexoni, domethënë. Unë e po e lexoj ashtu edhe ndoshta nuk është kështu hiç. Por se kam edhe këtu dilema. Dilema është që e fitoi 51.1 sake. Është fitues absolut. Astrogova nuk ka mujt me fitu qëto. Pse nuk e provoj për me ndryshu? Ose, nështë me fillu me ndryshu me qitë shumicë absolute në kodrët kuvenda, qeverinë ka pas gjdo letë që ka dasht me imponu kishë mund me kalu. Po ekzistojnë procedura. Pengesa ka qenë tek presidenti. Dhe me thonë, në gjykimin tem, hajde po themi pushtimi, s'po thëmë kapja, se ata po i thënë kapja dhe çkapja, se po më duket ky nocion, ata po vetëvendosja e përdori kapjen ish establishmentit,
A në fakt është ndodhi njëti proces, edhe këta janë të mënu me kap. E faktikisht ta s'pëthyn kapje, po pëthyn çkapje. Po është një tjetër temë. Pra, në gjykimin tem, fakti edhe akti që Albini me dhe vetëvendosja nuk provoj me qitë shumicë absolute, 51%, 51%, me provu, me gjetë një zgjidhje, me prolongu qëtë projektin e Republikës Tretë, që shequjnë ata, që edhe nuk është ja elaboruar, a në fakt, ata, si me thonë, strategët e vetëvendosë, si kam dëgju, shpesh, ata po thojnë, na nuk kem nevojë me thonë, mo, që po e kontestojmë flamurin, sistemin, Republikën. Në faktikisht jem të vepruar. Ata thonë, mirë po nuk përshon ndryshim në praktik. Edhe tashti, dilema me madhe për mu është, nëse ti nuk e ke provu me bo qëtë ndryshim normativ, në kodrë saj arkitekture, me 51%. Nuk e arritë 60%, tashti e ranë 43, 4, 5, sa, nuk është për rëndësi. Dilema në gjykimin tem është, ti apo dënë me bo një farë time out-i, pe prolongon projektin që e kanë strategjik, për hirë që e kitë sigurin që e ki fitore në absolute në pushtet në bajtje. Edhe, tashti në qofse ka pas qëllimin me mirëmbajt, me majt pushtetin, 6 vjetë, me bojë 10 vjetë, për bo kjo është e papranueshme, dhe me thonë nuk e qenë i sinqert, edhe unë jam shumë i binën që ky elektorat ka me dënu edhe Albini edhe çdo kënd, se ti faktikisht nuk e ke pas në target qëllimin, imperativin që ke pas për Republikën e Tretë, pra për me ndryshu arkitekturën, po e ke pas, e ke pas qëllimin për me nejnë pushtet. Për mu që kjo është, këtu Albin Kurti ka me ra në provim, se nuk mundet ka me lind një Albin tjetër i ri, unë e shpresoj gjeneratët e reja. Shiko, na nuk jem të përjetshëm, çdo karizmë politike, çdo lider e ka një si me thonë, një periudhë vetën, edhe aja në qoftë se nuk shkon ideja, por ky ja ka qitë vetët prej fillimit. Se shiko, vetëvendosja ka vepru në gjykimin tem në 3 faza. Faza e parë sa ka qenë, si me thonë, opozit, me protesta, me revolta, do me thonë, e ka kontestu çdo gjë që ka ardhur prej kësaj kushtetute. Dhe kjo është një element që dëshmon që këta nuk e kanë pranuar këtë arkitekturë ahtisariane. Prej fillimit e kanë kundërshtuar. Çdo gjë. Ardhja e tyre në pushtet ka fillu me ndryshu kursin, edhe nashta ata e kanë marrë kursin për me fillu me realizu projektin në mënyrë të heshtun. Ashtu po thojnë këta strategë. Dhe me thonë, ata po thojnë, na nuk kem nevojë mu me dalë në rrugë, me i kundërshtu, se na jem pushtet, na po veprojmë, na po e ndryshojmë. E tash, pyetja është, çka po ndryshon? Çka ndryshoi dhe tash? Bashkimin Kombëtar i prishe punë me Shqipërinë atje, nuk ka projekt. Nëse është përgjigja në këtë pyetje, që me Shqipërinë nuk i kemë punë të mirë, edhe Shqipëria me Edi Ramën, që unë jam dakord këto, nuk është të qunë rrugë drejt që konceptin e bashkimit në të ardhmen. Por ata janë të igra, si me thonë, projektit vetë për integrimin evropian, na i kemë problemet e mbrenshme, atëre prolongimi i idesë për një shtet 3 sovran, për një republik 3, si e quajnë ata, nështë e kërkon timingun në vetë, por në qofse është ideja dhe koncepti për me mirëbajt pushtetin, me nejtë pushtet, edhe me prit një situatë pak më të vëllësme, një moment, që unë gjykoj se është përmend nga strategët e tyre. Ai moment mund të jetë që ky konstelacioni sti kaosit afrim global që është ndodh, geopolitika globale, shembja e rendit të vjetër, shembja që unë jam një farë eksperti i globalizmit, shembja e rend, se 2 libra i kam shkruar, shembja e globalizmit, edhe krijimi rrethonave të reja globale, kontinentale, regionale, edhe këto lokale që kemë që janë minore, faktikisht nështë është të prit për me u kriju një rrethone re, se na e di me afrimin që projektet e mdhaja presin një moment caktuar, e që ky kaosi global... Ka projekt më të madh se sa shteti i Kosovës, nuk e di. Tash, kjo punë e Republikës Tretë që e përmendi profa që
si shtaj atëherë. Ja, ta kanë përmend. Po, mënyrën me zbërthy. Po mënyrën me zbërthy. Nuk është që e kanë elaboruar, do thotë. Jo. Si duhet dhe çfarë cila do të jetë fytyra e saj. Është vërtet. Fytyra. Ne kemi deklarimet publike, po jo referohemi aty tash për më shumë të ndërtuar një farë gjykimi. I kemi deklarimet në ndarjen e historisë tre politike të Kosovës prej Albin Kurtit me Republikën e parë, me cilën është Republika e Rogovës, që e ka definuar si republikë për rezistencë, republikë të rezistencës, është tekstualisht mund ta citoj. Republika e dytë kur u shpall pavarësia e Kosovës, do thotë me Republikë e shitjes. Do të përfshi projektin e neoliberalizmit, të shitjes së ndërmarrjeve publike, gjitha këto, do thotë si shpallje formale, por që në esencë ka pasur për motiv do thotë ta shes Kosovën pasuritë e saj ekonomike e tjera, që ka qenë betejë politike më shumë, dhe që Republikën e tretë nuk e ka qartësuar se çfarë do të jetë, cili është misioni i saj, cili është qëllimi i saj, një republikë në shërbim të kohë, me të kështu në frazat përgjithshme që ka në frazat përgjithshme. Amelia Kasolli. Po, është pyetur taksativisht edhe Kurti për të pse ka heshtur idenë e Republikës së Tretë. Ku e la Republikën e Tretë dhe ai ka thënë që me Republikën e Tretë nuk ka nënkuptuar asnjëherë shembjen e këtij randi kushtetues, por me Republikën e Tretë ka pasur në mendje që ti jepet kuptim shumë më i fortë Republikës së Kosovës. Po unë po e marr vetëm një shembull, me Republika e dytë ka qenë republikë për shitje për shkak të privatizimit tegër që ka ndodhur. Ne tash jemi në vitin e 6 në pushtet dhe njëra prej agjencioneve kryesore i cili ka qenë përgjegjës për privatizimin në Kosovë, do të nuk është mbyllur, dhe është shumë funksionale dhe ende po vazhdon të thotë procesin e privatizimit të asaj që ka mbyllur. Nuk e ka bë premje në njërin prej premisave kryesore që ky e ka satanizuar, që ka ndikuar në dekompozimin e Republikës së Kosovës, Republikës së dytë që ai quhen. Në këtë drejtim, kështu që kjo është konfuzioni që e karakterizon. Tash sa i përket çështjes së presidentit, nuk besoj që është pengesë kushtetuta ahtisariane për temën e presidentit. Ne kemi një gjykim gjykatës kushtetuese për këtë në vitin 2011, i cili konstaton që presidenti është përfaqësuesi unitetit të popullit të Kosovës. Është pjesa formale. Pjesa formale, ta përfundoj, pjesa formale, kemi një gjykim i cili kërkon që të paktën në 2 fazat e para. A është në rregull apo nuk është në rregull ky gjykim? Tash unë nuk po jap gjykim prer juridik, mirë po veç po i referora kësaj norme e cila është ende në fuqi, e cila del nga një instancë e cila ka për detyrë ta interpretojë në mënyrë profesionale kushtetutën e Kosovës, siç është gjykata kushtetuese. Ne tash duhet pajtohemi me këto rregulla, se edhe në botë ndodh, edhe në vende të ndryshme të botës ka ndodhur që edhe aktgjykimet korrigjohen ndërkohë. Shihet që më herët për shembull një aktgjykim nuk ka qenë në rregull, rrethonat kanë ndikuar, a vlen ndryshohet kjo? Po vlen, po kjo mund ndryshohet vetëm nga gjykata kushtetuese. Nuk ka instancë tjetër e cila mund, nëse dëshirojmë funksionojmë, domethënë që aksioni politik të jetë i orientuar brenda normave kushtetuese, sa aksioni politik të jetë për pakto kufizime normative, ai degeneron pastaj në arbitrarizëm. Dhe tash ku jemi, do të thotë cilat kanë qenë qëllimet e Albin Kurtit në këto zgjedhje të gjitha subjekteve politike. Po dalim në dimensionin pak më praktik. Do thotë pse shkuam në zgjedhje? Kjo është pyetja themelore, premisa për cilës duhet nisim. Cila është arsyeja që patëm një kuvend me këtë jetëgjasi më të shkurtër në historinë parlamentare. Edhe po na ndodh, do thotë kemi prej shkurtit. Është duke përsërit kjo fare. Është duke u ripërsërit, do thotë në historinë e parlamentarizmit të Kosovës, gjithnjë e më jetë shkurtër po bëhet funksionimi i kuvendit. Foshota, qeveri, detyrë, këto se sa po zgjasin kuvendet funksionale. Tash, a është problemi te normat juridike, a është problemi tek aksionet politike? Mirë. Kjo është tash. Cili është mendimi yt? Tash pse shkuam në zgjedhje? Tash për marr rolin e ri. Mirë, hajde. Jo, apo bashkëbisedojmë se nuk jemi këtu në rol, ne jemi më tepër në rolin e bashkëbisedimit, apo për me dhënë gjykime tona. Pse shkuam, pse qytetarët e Kosovës, se nuk kanë shkuar për projekte këto projekte të mëdha që u prezantuan ajo fonton dëshira, si jo e kurudha ti këto se ty me vështirësi po kanë një kanal në lupsh me ndaj çu duhet të lemo atë infrastrukturë gjigande, sa e duhet më bëu me firma, me kompani të huaja. Hajde ama përgjigjem pse shumë. Ta elaboroj deri në fund për me kuptuar dimensionin. Do sepse ajo mbas pari për më ndërtu që ajo farlloj makroinfrastrukturë që e kanë
është i bankën zhvillimore ku premtimet e mëdha që shteti të shndrohet një farë banke, ku njerëz shkojnë marrin para apo kupton? Edhe kështu pak a shumë ky imazh, njerëz shkojnë marrin parë, kush do të më punu, merr parë në bankë, nuk ka tatime, do të mbyllën këto bankat komerciale në farë mënyrë këto banka. Përkundër faktit se gjitha statistikat, përfitimi më i madh i këtyre bankave gjatë këtyre 6 viteve është se në historinë moderne të Kosovës. Banka, domethënë sistemi bankar në Kosovë, përfitimet më të mëdha financiare ka pas në kohën e qeverisjes së majtë Albin Kurtit, sesa në qeverisjet e mëhershme politike. Po kjo është temë tjetër, kur diskutojmë dhe duhet më tepër referenca ekonomike më pas. Na shkum zgjedhje sepse e patëm një blokadë politike që kuvendi i Kosovës, partitë parlamentare do thotë prezente në atë institucion nuk qenë në gjendje të japin vendit një president të Pse nuk janë në gjendje tash? Për arsye kjo është vetëm politike, nuk besoj që është procedurale. Lëvizja vetëvendosje, do të pat konsideru që presidenti ose duhet të jetë i zhveshur nga çdo normë, nga çdo lidhje me partinë, sikur në fund që e propozuar në rastin e si e patë emrin kjo Feride, ose nëse diskutohet për propozimet një presidentit që ka sfond partijak, atëherë ajo nuk e lëshon. Adole, kjo është periferia, por e sheti, për shembull, si betej për me betejën për zgjedhjen e presidentit. E shet si betej politike të vetëvendosjes për ta zgjeruar, si më thon, ndikimin edhe në institucionin e presidentit. Për ti sepse nëpërmjet alibia që duhet të jetë jo politik. Tash po du marr aty. Jo politik që nuk qëndron. Tash du marr. Se krejt presidenti ke pas me background me përjashtim të atifetit e Jagës, me përjashtim të atifetit. Ato e ka bëu ambasada amerikane. E ka bëu edhe konsensusi i partive politike për me shmang zgjidhje. Ose kon kohë mas lugjës. Nuk ka qenë keq. Nuk ka koncept askush me kontestuar. Profesor, nuk ka qenë keq, pavarësisht që ne po gjykojmë tash, që ne po gjykojmë domethënë që jo ndikimin ndërkombëtar, se para mendoj të shkon që kjo kulturë politike e bllokadës. Unë nuk e quaj kulturë, kjo është një lloj servilizmi. Ti shkon kjo kulturë politike e bllokadës, jo nuk ka qenë, mos harro. Servilizëm. Në atë kohë kur ka qenë presidenti. Në atë kohë kur ka qenë presidente. A ka kontestuar kush atisori këto atifete ja. Dgjoj, atifete lëvizja vetëvendosje ka kontestuar. S'ka marrë pjesë në votim saj. S'ka marrë pjesë. Edhe mos harro. Nëse na kishim vazhduar me çet cikël të prodhimit të krizave në një idenë që në fund do të bëhet mirë, pavarësisht që këto kriza njëra tjetrën duke u shqy. Që një farë lloj skeme marksiste, ti e din kjo, që sa më tepër thellohet kriza, shpëtimi përfundimtar në fund vjen. Mos harron çat kohë për shembull, nëse kishim vazhduar me institucione jo funksionale. Nuk është që s'ka ndodhur ndryshime në atë kohë. Kosova ka pas një avancim. Planin ndërkombëtar, po flas planin e brendshëm. Prej vitit 2011 deri në vitin 2014 me atifetën u arrit që të përfundojnë pavarësia e mbikëqyrëve e Kosovës. Në që Bosnia ende nuk po arrin, do thotë, ta suspendoj përfaqësuesin e saj special ndërkombëtar. Që shishot ashfar të lashe ka Bosnia, kanë rivalitete amerikanë dhe evropianë se kush duhet jetë, u arrit që të mbyllet një instancë kogja serioze në kuptim në drejtim të kuptimit të suverenitetit shtetit. Nuk është pak më përmbyll sepse Bashkia Ndërkombëtare ka vlerësuar që qytetarët e Kosovës janë pjekur politikisht që t'ia shtojnë edhe një hallk të tyre sovranitetit të vendit. Ka qenë proces gradual, forcimi i sovranitetit tonë, na tash e dimë, na të ditë të më majtë ligjerata. A i besoni desti që Kosova është shtet sovran, qatë periudhë kur është pol, sovran, demokratik, a e fraza njëra ashinë, që kur rëgohet që thashte pavarësi çdo frem. Ka qenë proces i koordinuar dhe i bashkërënduar me Bashkinë Ndërkombëtare. Ne kemi pas dy rrugë, ne kemi shpall pavarësinë në vitin 99. E kemi shpall. Por nuk e jetësua asnjëherë, është e vërtetë. Pas Republikës Shqipërisë. Kush na ka njohur? Askush. Brutale ka qenë atë, kur un kam qenë fëmijë atë kohë, ju gjenerat edhe Ridi pak a shumë ju ti prof më shumë. Besoj që ti e din edhe unë besoj që është brutale për çdo qytetar në atë kohë kur e ka pasur me çfarë shpërfillje. Është trajtuar prej Bashkisë Ndërkombëtare vullneti politik i qytetarëve. Një pyetje kështu. Kjo ka treguar është republikë. Eta çka ka sënuar mini? Ja, se nuk po m'pëlqen më marr na me këtu problemet lokale sa vota kush. Jo, s'po mirë unë ata. Që do të jap gjykimin. Ideja jam është të marr
edhe unë mendoj që ti e kupton edhe mirësh me këtë punë. Që ka arkitekturë, a mendon ti që është këmish e mjaftueshme? Unë po gjykoj që kjo këmish është e bëhen ngushtë. Nuk po është problemin tek a peshet problemin tek këmisha ti e përmend në vullnetin politik. Pse i duhet presidenti domosdoshmërisht Albinit? Me ndru kushtetutin e Atisarit jo, se nuk mundet me ndru kushtetuta e Atisarit. Jo, ai është fazë tjetër. Nuk mundet. Nuk mundet me ndru kushtetuta e Atisarit pa bashkëkoordinim me pa 2/3 e minoritetit. Kjo është e vërtetë. Edhe të minoritetit 14 deputetësuar. Kjo do thotë, kjo edhe tash çka ndodh? Ai është në fazë tjetër. Unë e shoh në fazë tjetër. Dëgjoj, çka ndodh ndërkohë? Nuk është që ne kemi ardhur duke integruar politikisht serbët e Kosovës. Do thotë ne pa i bë për vetit edhe serbët e Kosovës nuk mund vim deti. Nuk varet kjo përkundrazi kanë ardhur serbët e Kosovës kanë ardhur duke u homogenizuar dhe më shumë rreth listës serbe. Edhe më shumë rreth listës serbe. Ka mund përgjigje. Përgjigjja është 2013, 2015, edhe 2021, edhe 2022, ose po duam me amnestua edhe 2022. Vetëm me naxhimi. Shumë bukur më thuaj. Edhe 2022. Etash, por me ik tyne marrëveshjeve, se këto janë marrëveshje. Bashkia ndërkombëtare po thot po don me kriju një qeveri që më i them funksionale. E po, Bruxelles, Washingtoni, këto ditë po bën apel me formull. Se ideja është me çu matutje. Por këta nuk janë të gatshëm. Mu po më çudit në fakt. Po nuk është as qeveria, qeveria nuk është ka opozita nuk është. Po se është konfuze edhe opozita, edhe qeveria është kërka. Vish kush humbi vota, partitë humbën gjitha votat. Do thotë më shumë ti ka humbur vota Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës. LDK-ja për shkak të edhe përkundër ribashkimit me Vjosa Osmani nuk përfitoi. Gjë aleanca mbet stabile, domethënë kaloi një test. E kemi thënë. Po du më kthyte tema tek ndryshimet globale që po ndodhin. Mos harrojmë sot njëri prej kritikëve më të mëdhenj edhe që po e ka incu krizën e globalizmit, mos mëdhe e ki edhe Donald Trumpin. Donald Trumpi është njëri kryesor i cili po e shembi. Ai është shembi për shkak se ai konstaton që monçeren global që është mirëmbajt edhe prej elitave neoliberale amerikane ka prodhuar pasoja negative ekonomike për shtresat e gjona të shoqërisë. Ne kanë vjedh vendet e punës kinezë e tjera. Dhe tash në çfarë raporti ne jemi pikërisht me çet administrat që është kritike ndaj çeti rendi. Qëndrimi dihet. Kjo është tema. Kjo është tema. Këta e kam në. Edhe kjo na kurti edhe Vetëvendosja janë antiglobalista. Por nuk janë anti-amerikan. Se do të më bëj dallim. Me qenin anti-amerikan do të thotë me refuzu në atë teorinë Zbigniew Brzezinskit, se Amerika primatin e vetë e krijojnë botë në sferën ekonomike, politike, sociale, ushtarake dhe kulturore. Këtu në sferën kulturore na nuk kemi problem si shoqëri, edhe si qeveri. Kjo funksionon. Në sferën ushtarake ashtu funksionon. Në sferën ekonomike nuk e di, nuk jam ekonomist. Problemi është tek koncepti Vetëvendosja është me ideologji, është majtiste. E kanë përkrahur publikisht Biden, apo? Erdhi Trumpi. Po nuk është që patën marrëdhënie të mira as me administratën Biden. Po kanë pas rezerva. Po kanë pas rezerva, ndërkohë tensionuar në raport edhe me administratën. E që unë po ta zbuloj tash një fakt të ri, më është për herë parë po them. Në 2023 isha në New York në një takim të globalistëve. Edhe për mua ishte shumë e çuditshme, pe një periferie të lartë, pe një Ballkani, me ndëgjuar të fjalë se si ekspert amerikan e kontestonin rendin e vjetër global. U çuditja, unë nuk e kisha atë guxim me kontestu. Aty e u than, me amna i kom në konferencë që ka marrë pjesë, që Amerika postohet pe ti rendit qenit politik global që shëqunin. Edhe tash po hyn konkurrencë, dhe me thonë Kina edhe Rusia. Lufta në Ukrainë edhe lufta në lindjet mesme. Në Iran, faktikisht është duke e bo një farë këtë kaosin global që është i menaxhueshëm, është i kontrollueshëm të pru me sa më pak pasoja. Edhe këtu tash po hin 3 lojtarë global, Kina, Rusia edhe Amerika. Amerika në gjykimin të etash. Pse pe përmeni këtë element? Pe përmeni këtë element për shkak se atë elementit që thati Trumpi, ardhja Trumpit. Atje e kam dëgju edhe në qarqet shqiptare. Kam nejtë edhe me lëvën shqiptare amerikanë. Ata thanë, profesor,
Lobi serb është në ofenzivë të madhe, është i dyti. Lobi izraelit është më i forti, lobi serb është më i dyti. Kem probleme. Ardhja Donald Trumpit ka me pas pasojë edhe për Kosovën. Qëtë element nuk po. Jo, kjo është informacion, nuk është analizë. Detash në përbashkë. Ardhja e Trumpit. Në gjykimin tem e ka Trump ardhen e vetëvendosjes në pushtet. Për shkak se unë mendoj që ndoshta janë gabimet e vetëvendosjes që nuk po din me lexu sakt dhe qartë, domethënë profitet që çfarë lexojmë këtu. Trumpi ja kish bë çe për Trumpin. Jesë se veçë të fjali. Ardhja e Trumpit. Frika në gjykimin tem, se s'kom biseduar, nuk e di, ndoshta mund. Jo, ajo vret. Ka në rezerva. Por ardhja e Trumpit kishte me ripërsërit atë historinë sikur me Zelenskin që e uli. Jo, unë mendoj që edhe ja prej të rezdo. Këta nuk po dojnë me pru vetën në qitë para qiti akti, kur administrata e fuqishme e Trumpit, që është shumë praktike, shumë ma pragmatike, ata nuk koketojnë fort. Edhe i thëtë, veriun e pja Sërbis, se Sërbia jem të interesu, unë e petjesoj. Po dojnë Sërbin me e fut në sferën ti. Ja, kjo është narracioni, kjo është narracioni i lëvizjes vetëvendosje me justifiku. Ja, ndëgjoj prof, kjo është narracioni me justifiku marrëdhënien, jo duhur me shëbosë gjatë po e mbrojmë Kosovën prej Amerikës e cila po don që për me tërheq Serbinë në orbitën e saj në kurriz të Kosovës në kompromis. Ja, këto në që ka thonë vetëvendosje. Në mënyrë vazhdueshme e thonë. Administrata amerikane është interesuar administrata amerikane me kthy Serbinë. Po jo veç administrata Biden shumë ka bë. Por shumë ndëgjoj pro. Ky diplomati çelme ky Hilja. Po Hili, po i administratës Biden ka qenë, nuk oni administratë. Gjithë administrata do me thonë po ajo është administratës Biden, ku administratës Biden ka ndodhur. Po tolerancë më të madhe ka pas administrata Biden ndaj Serbisë së fuqiqi se ka administrata Trump. Hajde le të marrim dokumentet, flasim me dokumente. Kemi dokumentin e fundit të mbrojtjes ku përfshihet edhe nëse ai ligj ka s'di sa mifaqi ka, tash na nuk mundim. Ajo është mirë për neve, si Kosovë. E konfirmon integritetin e Kosovës, e konfirmon që interesin e tyne, e konfirmon që qëllimi i dialogut Kosovë-Serbi në fund duhet përfundoj me njohje reciproke, nuk po shon ai fare rreziku çtu për Kosovën. Kjo njohja por njohja mos harro, kur thu njohja. Atëre kushti edhe çmimi që kanë me pagu janë çato 2013. Po mos shoh, mo vetëm ndëgjoj se kjo, ndëgjoj, prof, ndëgjoj. Po u hin atje. Mos ushqim opinionin, mos ushqim opinionin se gjithmonë prapaskenus ka përgatitur një konspiracion shumë i madh kundër Kosovës me qendër në Washington. Kjo më praktik. Tash unë jam ma praktik. Nuk është teori konspiracioni, është nënshkru 2013. Është nënshkru, po. 2023 nuk është nënshkru, por është arrit një pajtim. Jo, e ka kry këto, aja tash nuk është dakordim. Po ti kurtus, po ti du të me hi, nuk është teoria e konspiracioni. I përbena, unë të thash. Nuk është teoria e konspiracioni. Jo, unë përdu me relativizu tezën, mas pari ishtë përdu me relativizu që të farloj tezën e opinionin publik që fitoria e administratës Trump është bekim për Serbinë. Kështu pa ka shumë me një farë pompositeti u kriju edhe me cilin lëvizja vetëvendosje ka tentu me ushqy, domethënë opinionin e saj, militantët e saj me justifiku raportet jo të mira, që janë fatale, i kemi përcjell që janë fatale për Kosovën, raportet jo të mira me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ta kanë thonë edhe ish diplomat administratës Biden, ish diplomat gjitha administratën në mënyrë të vazhdueshme kur kanarë ja kanë tërheq vëmendjen Kosovës, ja kanë tërheq vëmendjen Kosovës që kjo është një administratë tjetër, keni kujdes dhe mund të përfitoni mundësit si për përfitime janë shumë të mëdha për humbje më të mëdha nëse s'dini të navigoni çish duhet. Domthonë, kjo administratë kryen si shqiptar amerikan për fjali ka thonë. Tash, çiço. Ne kemi si tash dokumentin e fundit domethënë të politikës mbrojtjes që e rikonfirmon pozicionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që nuk heqin dorë nga synimi final i sigurimit të njohjes nga Serbia. Presioni më i madh që ju ka bërë Serbisë në këto vite të fundit, që mu divorcu sa i përket burimeve energjetike
prej Rusisë i ka arë prej qësaj administratë. Që ka administratë ka futur në sanksione kompaninë rusë, që për detyron tash për mishitë aksionet, nëse këto është e vërtetë. Të domthon, kështu që nuk po dëshmohet që kjo administratë domthon ka qenë gjendje të blihet me pak parë ma thjesht nuk është një farë gogoli. Nuk është një farë çush është të tutë krijuar. Krijohet gogoli amerikan në Kosovë. Kjo tash. Ja, unë mendoj që edhe në publik edhe në qeveri edhe nuk ka averzion ndaj Amerikës. Amerika politikisht cili o raporti sot i Kosovës. Asnjë subjekt politik nuk mendoj që sa herë zoti Kurti ka zbarkuar në shtëpinë e Barsi kryeministri i Republikës Kosovës. Sa herë ka takuar jo në këtë tjetër. Ti mundesh me shkuar në zyra vale 10 herë edhe me sakatuar. Po nuk është zyra vale, zyra presidentit bullgar. Nuk i na të fol për zyrën e presidentit bullgar, profesor, besoj, apo jo? Me gjithë respektin për çdo zyrë politike. Por sa herë një kryeministër, një lider shteti nga ish presidenti Jerugova këtej, kurdo që ka shkelur atje, dhe është kthyer në Kosovë me sigurinë e madhe për premtimin e Kosovës së nesërme. Dhe kjo ka ndodhur. A ke Abdullah Hoti, a ke atje aol me Vučićin? Po, dhe a përfitoi Kosova nga ai moment? Çka fitoi? Fitoi zotim të fortë për konsolidim të pakthyeshëm të Kosovës. Pa është interes që tu është pëjnë të krejt. Fitoi njohje nga një shtet. Çfarë ku është dopsia? Pse të shihet zyra ovale si gogol për Kosovën politike? Jo, unë sash që më shihet. Shë partia zotit Kurti si e tillë, kishte thënë vetë zoti Kurti, kur kishte refuzuar të shkonte me ish president Thacin në Washington, nuk jam i gatshëm të qeli tapën e shampanjës, të festoj teksa shoh thikat mbi hartën e Kosovës atje. Kur SBA ka vendosur thikat mbi hartën e Kosovës? Profesor, jeni gjatë një jetë publike, po du ta konstatoni, e keni jetuar këtë realitet. Jo, unë e di këtë informacione. Kanë ardhur të këqia nga Kosovës nga SBA-t në i herë apo jo? Ajo që ka shoh si defekt në këtë kast politik. Po, lutem, po. Është që nuk po arrin, apo nuk ka arrit për 6 vjet me e konsolidu interesin amerikan me interesin e shqiptarëve. Jo vetëm të Kosovës, po edhe Shqipërisë, por shqiptarëve në Ballkan. Ato që përmeni Afrimi për atë marrëveshjen ku ishte në Kongresja State Departamenti Amerikan për është ligji, akti më i lartë i sigurisë kombëtare. Interesat që ka Amerika në të ardhmen në këtë asnjë administratë nuk e ka thënë më taksativisht që është shndruar dhe në ligj, profesor. Po, interesat amerikane, do të thonë Ballkan janë afatgjate, nuk janë afatshkurtra. Këto duhet me kuptue. Edhe duhet me punu në drejtim. Unë që të të thonë. Tash, problemet që i kem mrena këtu, me këtë farë arkitekturën, unë me daj, qërës, Petër Cëj krejt, unë me daj sikur Kosova ta kishte një, si me thonë, që të defektet e super diskriminimit, edhe shumë njën e tira, si me thonë, me e bo një farë intervenimi kirurgjik, që nuk prek fort interesat e jashtme, por nuk në i prek as tonat, me bo një farë bilanci, me i shku me një farë skalpelit një kirurgu, me i balancu interesat, Amerikanë me interesat tona. Se që këtë është, na pora bisedum para se me hi, këtu të është gjellë edhe, kemi edhe interesat evropiane, kemi interesat kineze, kemi interesat ruse, edhe interesi jonë gjykimin tem me këta marveshje, edhe tu i adresu edhe historisë, unë nuk e kam asni, si person, nuk e kam asni diskutim. Na nuk kem, Amerika edhe me na, që është një fjallë popullore, edhe me na qitë pejdere, na dhëtë me hi për dritare. Aty nuk ka diskutim. Po na dhëtë me i sinkronizu. Shes që mendojnë sot njerës për Amerikën 2026 dhe i më vënë lirë, kanë drejtë njerës të mendojnë si të dojnë. Po, tashti, veç, ka dhe një dilemë. Për të kryot, tash për të jep një gjykim tjetër. dhe frike, që nga Amerika nuk është të 99. Këtu duhet, e nuk është sinkron. Amerika nuk po kërkan gjykimin tam njerëz servil, jasmina, po kërkan njerëz partnerë që janë, i kuptojnë interesat e shtetit Kosovës, po i kuptojnë edhe interesat e tyne, geostrategjike. Po, unë mendoj që të duhet me i sinkronizu. E kjo nuk është të bo. Po sot duke diskutu askush për këto. Shqetësuesër që s'diskutohet. E pa atëherë për çta janë pasojë. Ky diskutimi është kush sa vota mori aktualisht, fatkeqësisht. Edhe një, Afrem.
krejt që kjo narrativa e ngërqit. Se mbledh edhe një dokument tjetër pa analizuar. Po, preferoj ma shumë fol dokumente strategjike. Unë po flas në vija trosha, na mundu më nalën në elemente edhe në dokumente. Fakti dhe akti që nuk po hyn, nuk po përfundon kjo odisejada e ngërqit. Ndikimin tem është edhe një ngurrim për me Donald Trumpit në zyrën avale edhe për me gjithë zgjidhje përfundimtare. A zgjidhja përfundimtare në vija trosh është ndarja e Kosovës. Dëgjoj, nuk kemi nevojë mutu. Edhe puna e Nuk kemi nevojë mu friksu. Jo, se duhet me pas argumente. S'kemi nevojë mu friksu me dur gjë pa tjetër me pa çfarë po thonë amerikanë. Nuk është se s'ka përfituar Kosova për administratën. Jo, duhet me pas na plan tonë. Prej shpallës pavarësisë. Prej shpallës pavarësisë. Ta bësh një element. A janë prej shpallës pavarësisë. Ka dalë serbët kanë projektin për në të ardhmen, është bota sërbe. Po. A kem na? Po, ndëgjo. A ka Kosova, a ka Shqipëria, a ka Macedonia, nuk ka. E tash, me himin e gjykim thjesht një dyshim, tash, ky dyshim mund tjetë edhe rrugë e gabuar. A nështë është qëllimisht jem përnalon qështu, për në një moment kur ka shpresa edhe interesa. Do t'i kthejmë se këto janë dy koncepte ndryshme të nacionalizmit. Ti e din pra viteve të 90-ta, vitet 80-ta kur ka filluar do thot shpërbërja e Jugosllavisë, dy modele të zgjidhjes nacionale. Dy modele çfarë? Është nacionalizmi serb, ku ka varr serb ose serbi, dhe ti e ke pas konceptin, do thon, inauguros cilës ka qenë më shumë mos të madhe Gazmen Zami kur ka fol për policentrizmin shqiptar, do thot secila prej shoqërive shqiptare me kërku realizimin e drejtave tyne, jo brenda një projekti unik kombëtar, dhe na aloj jemi besnik kësaj. Se faza fillestare. Faza fillestare, Shqipëria demokratike, Kosova, shtet, Maqedonia, avancimi i drejtave të saj, domethënë na kemi hek dorë, kemi pranuar do thotë që me hek dorë prej me bëni kompromis historik për hir që me rujt narracionin ton për zgjidhjen e kauzës nacionale në përputhje me po e quajmë metaforikisht fundin e historisë, triumfin e demokracisë në mënyrë që me qenë koherent. Po, me qenë koherent do të thotë me standardet globale demokratike në mënyrë që më përkrah dhe për jemi tash. Na jemi brenda, ndëgjoj, tash që edhe Fukuyama e ka kontestuar. Po, e kontestoi. Fundin e historisë. Po, veç po e kemi fillimin e historisë. Po nuk po ndëgjoj, mirë po ne nuk mund ta paramendojmë daljen, do thotë që nuk mund ta paramendojmë, do thotë realizimin edhe mirëmbajtjen e interesave tona strategjike jashtë një interaksioni të madh me komunitetin transatlantik. Kjo është projekti. Dëgjoj tash. Kjo është e vërtetë. E tash. Çka po ndodh në Kosovë? Cila është kriza më e madhe në Kosovë? Cila është kriza më e madhe? Po, hajde. Është kriza energjetike, pra. Po, edhe kriza është. Nëse ka edhe na po shohim edhe nivel global, edhe prej pandemisë, lufta në Ukrainë, kjo që po ndodh në lindjet mesme, këtë na po shohim edhe mirë. Nuk ka çet narrativ. Ai ka dëgjuar në fushatin. Jo, nuk e kam dëgjuar. A di kur e dëgjova? Kur reagoi ambasada amerikane. Po, prati. Çka thot dokumenti, edhe dokumenti i fundit, sepse tash duhet ju referohemi edhe dokumenti i fundit të State Departamentit për rajonin e Ballkanit Perëndimor, specifikisht edhe për Kosovën. Për secilin vend i ka do thot projekcionit e tij, por specifikisht edhe për Kosovën. E para, parimi i parë është interesi i SBA-ve është që të minohen gjithnjë më tepër ndikimi energjetik rus dhe kinez. Këto do të jemi në rregull. Po, jemi në rregull. E dyta është, i bën thirrje Kosovës, do që ti shqyrtoj dy. Që është i vetmi vend që ende nuk e ka pranuar çfarë. Ti shqyrtoj dy kooperimi, shqyrtoj dy projekte të mëdha strategjike. Dy projekte, një do thotë modernizimin e termocentraleve. Mirë. Termocentraleve dhe dy ama reagimin e qeverisë. Po nuk është kompatibil. Dhe gazifikimin do të bëhet e lëngshëm. Po. Këto janë dy projekte që i mos të madhe. Edhe garantojnë sigurinë. Garantojnë sigurinë. Po. Dhe na pse kemi janë çet situatë. Po. Pse na sot jemi peng të mafisë energjetike. Kjo ka bujt më bë edhe më herë. Po. Edhe për shkak përgjigjja e qeverisë me 4 shtator 2020 kjo çështje është thënë. Me 4 shtator Abdullah Hoti që tha çfarë ka bërë në zyrën e Vale me 4 shtator në marrëveshjen bilaterale Kosovë-SBA nënvizohet rëndësia e projekcioneve strategjike ekonomike, prezenca amerikane me investime në Kosovë, e sikundër në Kosovë dhe në Serbi. Edhe liçenit që ja vruna dhe Trump. Është vlerësuar shpesh asaj marrëveshje. Përgjigjja e qeverisë, rezervat që i ka,
në gjykimin tem. Energjia dhe në atë kohë përmendur, me fokus të veçantë. Energjia është. Përgjigjen e qeverisë, a ke kuptuar kështu, që ke po më interesant. Përgjigja edhe rezervat e qeverisë. Di çfarë zoti Kurti, o profesor. Këto ditë tha, pas kësaj letre, pas këtij raportit të State Departament Amerikan, zoti Kurti tha, një fjalë, nuk tha që e refuzoj gazin amerikan. Gazin e lëngshëm. Tha, ne do ta bëjmë. Me në vërtesh më është pevlore. Jo, ne do ta bëjmë gasifikimin në përmjet të nxillit, po taksativisht kështu tha. Po tash unë nuk e di se nuk jam ekspert i kësaj lamie. Përgjigja e qeverisë ka qenë një ikje eufemiste, diplomatike, nuk e ka refuzuar. E kalon. Ky është ai pozicioni antiglobalist. Antiglobalist i ki edhe mjedis Amerikën. E në gjykimin tem, me që ky është me background ideologjik majtes social-demokrat, refuzimi, refuzimi estetik për qimë, që këtë qefti me qimë. Ky refuzimi estetik në një farë mënyre i qeverisë Kurti, apo i Kurtit vetë, është një farë përgjigje të cila në një farë mënyre nuk i thot jo, por një farë mënyre... I kam projektet e mija, unë. I kam projektet e mija, por... por nuk e kanë kontestu, nuk është që SBA, dhe më thonë, janë edhe kundër projekteve të Kosovës këtë rejtë. Bilën para se më folë Kurti, SBA ti kanë bërë thirrje Kosovës që ti rishqyrtoj këto projekte. Ishte kontër global e tjerë. Po. Edhe, ndësha... Profa, shkurt. Ju po më thoni, Berish nuk po ta shoh telefonin mbi tavolinë. Figurativisht thonë, po e kam. Po tha ekipo nuk peshon, nuk preki fare. Bilanci o kë. Njësoj, nuk tha me kam telefonin në xhep, profesor. Ose kam në fjok atje, në deskun tjetër. Thu, nuk pesho. Dalë të foli me to, më merr në telefon, dhe unë nuk e kam telefonin me veti. Kështu është edhe në energji figurativisht. Po ndodh projekti, apo nuk po ndodh projekti. Bilanci cili është i situatës? Cili projekt, se nuk e kuptoj. Projekti i integrimit të Kosovës në rrjetin rajonal të... Po ndodh kjo investim serios. Përgjigje do të me dhonë qeveria. Po e shet që ka ndodhur apo jo? Jo, këto është përgjigje që do të me dhonë qeveria. Unë analizën e bëjnë bazë të prononcime publike. Edhe ndërkombëtarëve edhe këtë. Unë nuk e shoh si gazetar që ky projekti ka ndodhur Kosovës. Jo, nuk e ka ndodhur dhe nuk do t'i ndodhë. Fakti që është, unë ime është të raportoj. Dhe ne duhet jemi të sinqert, Unë jam i bindur që Kosova do të mbetet vendi i vetëm në rajon, Ballkani Perëndimor, që nuk do të integrohet në rrjetën rajonale të gazifikimit amerikan. Unë pasojë tash unë dëgjoj provë, edhe unë kam bretje. Unë mund të kem bretje ndoshta edhe ndaj qasjes edhe të administratës ato janë kompani transnacionale. Unë mund të kem bretje. Edhe unë prej pozicionit publik, por që nuk kam përgjegjësi shtetërore, madje s'ka bërëm para një jave që ku manifestu vretjet e tilla ndaj asaj që po ndodh në Bosnjë. Po në planin strategjik, ç'është ka ndodhur në Bosnjë? Në Bosnjë për shembull e kemi rastin deri tash Bosnja ka qenë në një blokadë për shkak se Republika Srpska nuk ka pranuar se duhet të tri entitetet mu pajtu dhe thotë që mu kry ky gazifikimi. Nuk ka pranuar Republika Srpska me ia dhon licencën kësaj kompanisë amerikane që tash e fitoi pa u kry do aranzhmane. Pa u kry. Çka ndodhi? Milorad Dodiki u largu prej listës së zezë. Non grata që ke pa. Non grata. U largu dhe u morni fare lloj dakordoze që i njëjti mu tërheq nga jeta politike dhe mu tërheq nga lista e zezë. Në shikim të parë, unë e di që ka hapësirë për kritikë morale këto. Po në sto zafa gjatë çka po ndodh? Nuk është edhe për Republika Srpskën që nuk është e dhimbshme me hek dorë tash prej gazit rus edhe me marr gazin amerikan. E vërtet. Po, edhe ta do të shohim edhe nga këto projeksione gjata strategjike, do thotë, nëse Serbia tash, do thotë. Tema ishte që askush nuk po. Se unë e di, unë tash mund të bëj kritikë morale. Unë tash rrit më bëj kritikë morale deri në mëngjes. Qysh, domethënë, një personi ultranacionalistit këtilla apo kupton, shëbohet një vend demokratik. Një kompani transnacionale, jo Shtetet Amerikës, po një kompani. Shëbohet një vend kaq demokratik, pajtohen që t'ja heqin brenda natës sanksionet. Tash deri në mëngjes që të bashkë me Ridin edhe ju më me bë këtë kritikë morale e më gjet lloj argumente të thotë që e satanizojnë këtë. Paketë është më së miri ashtu dallon dimensioni interesave strategjike prej kritikës morale. Kjo dëshmon që Amerika nuk ka miq
edhe alat përhershëm për kohë, vetëm interesat përhershme. Kormiq. Interesat përhershme. Dëgjoj, po interesat përhershme. Cili është interesi përhershëm? Armiqtë përhershëm i ndërton bazë në narrativat e interesave të shikohet. Cili është interesi përhershëm? Minimi i fuqisë globale të Kinës edhe të Rusisë. Po, ajo është temë që na jam të vegjël më marr me këtë temë. Po na nuk mund të mendojmë. Jo, ta kanë thonë shumë diplomat. Unë i kam të shkruar me gabim që sipas na marr këtu, shumë diplomat. Kanë thonë mos harroni pikërisht sot që ky riorientimi i shëbave me balancu Kinën, nëse din të shfrytëzohet nga Kosova, është një moment i favorshëm. Pse? Madje mundet edhe më shumë me përfitu se Serbia. Kosova nuk ka lidhje drejt për drejta me Kinën. Serbia është ajo e cila vendi ku investimet më të mëdha kineze janë të koncentruar. Madje më shumë se. Dhe nëse Kosova do ndin me shfrytëzu këtë moment, mundet një kartë pozitive më kanë për to që presioni më i madh, se presioni më i madh ka më kanë mbi Serbi. Qëtu, qa du të me bo Kosova? Hajde, ama një opcion. O, ti s'kjas, nga tash unë nuk kam. Me numru vota. Jam terren politik. Qëtu është problemi që nuk kem strategji, nuk kem organizim. Po ti s'kjas organizat lobusi që sa, s'kjas lobeva s'kurqë në... Po për që ta janë defanziv. Shka kiti ti, shka pëndova atë? Ju po diskutoni për balancet e superfuqive politike, ekonomike dhe ushtarakës në botë, vendet që po rreshtohen krah tyre, kush janë, dhe është e qartë e nënvizuar nga SHBA se Ballkani Perëndimor përbën interes strategjik për interesat amerikane. Investimet në infrastrukturën e gazit lëngshëm amerikan në gjithë rajonin janë dëshmi e këtij interesi dhe Kosova rrezikon sipas pratipatit ta humb vëmendjen amerikanë këtë projekt. E tha edhe ove njërtë. Kjo është viç ana e fundit. Dhe ne jemi në krizë. Në disa intervista, ish diplomat, të cilët kanë qenë të involvuar në rajonin dhe kanë pas një kontribut të jashtëzakonshëm në procesin e shtetëndërtimit të Kosovës, ta kanë tërheq vëmendjen. Kjo është viç simptoma e fundit e kësaj. Ish ambasadori që po i referuar, ish ambasadori i Serbisë, ish ambasadori i SHBA-s ish ambasadori i SHBA-s në Serbi, kur shpall pavarësia e Kosovës. Ka pas një intervistë ekskluzive të jashtëzakonshme për një medium ku i jep këshillat Kosovës se si duhet sillet. Edhe ai thot, për mua thot si ish diplomat thot që kemi funksionuar ndryshe, domethënë koncepti diplomatik i SHBA-s kur ne kemi qenë funksional ka qenë tjetër, më duken shumë gjëra thot të absurde në mënyrën se si funksionon kjo administratë. Por thot Kosova nëse din me shfryzu, për shkak. Po ndëgjoj, tash kjo nuk është kjo është gjuhë diplomatike. Kjo është jushse. Por çka duhet me bo? A duhet me jallon Serbisë veriun? Po kush e ka thonë janë veriun? Kush e thot pra? A duhet me ndo Kosovës? A duhet me pranu asociacionin? A nuk kupton kjo? Dëgjoj. E çfarë nuk kupton që kjo me shfrytëzua, afrem. Hajde dekonspiroma. Me shkupe, hajde me 3 fjali. Çish e kupton që deklarat të ambasadorit edhe kësaj ngarkurës? Në vija trosha. Çka duhet me bo Kosova? Çka duhet me bo? Nëse mendon që Kosova... Se nësë përbon përgjigje me shpërbujnë pyetje. Jo, unë për përgjigje. Hajde. Unë vish një përgjigje e kam. Nëse mendojmë na që Kosova mundet me përfitu në skema don kishotiste, se duke qenë sa ma larg investimeve amerikane, ka më konë ma mirë për to, se e mbron sovranitetin edhe e mbron pasuritë e saj në toksore, atëherë... A bën më ta unë përgjigje në kodët që sot? Jo asacionin. Po kime hupe edhe shumë ma shumë, prof, kime hupen, edhe këtu dhe jemi, kime hup shumë ma shumë edhe kime shku drejt të kolapsi. Pedro Sanchez ndoshta e mbron Kosovën, kryeministri spanjoll. Jo, prof, nëse e mbron Kosovën kryeministri spanjoll e majta internacionale socialiste, prof. Dëgjoj, prof. Kjo tezë. Dëgjoj, kjo tezë. Po. Kjo tezë, në gjykimin tim, që Kosova ka më bo ma keq, unë nuk e mendoj ashtu. Ani, uroj. Argumenti jam është që çfarë ndodhi në 6 vite, prof? Cili jo bilanci? Nuk po them që jemi shtetin e Kosovës. Është asnjë specifike shumë e vogël. Dëgjoj, prof. Por unë nuk jam, i thash rritet, ideja është me i sinkronizu, me i balancu, që kjo është fjalla madhe, me i balancu interesa e Kosovës me interesat amerikane. Jo me thonë blanko, me adhon një kompanije transnacionale për 100 vjetë, më bo, go fjallin, në shtetin tonë, më punue, si sklav për imperializmit. Roktarë keme punu, keme qanivarën për qësoj
me shtetin Amerikan, me interesat vitale Amerikan. A i kemi thonë jo kontër globalit? A i kemi thonë jo? Ku të thotë Amerikan atë në? Jo kontër globalit. A i kemi thonë? Kush i ka thonë? I ka thonë këta se unë e te që kemi Po, e thonë. mirë të nga ta shtë shtetë. E kemi thonë jo. E kemi thonë, dhe më thonë, me dy pretendime. Me dy pretendime. Një që çmimi që ta ka ofru për shitjet rrymës është astronomik. Kështu ka qenë, më thonë, mobilizimi. $80. Argumente kjo kom, po. Dhe që Kosova do të shndrohet në një lloj Çernobil të ri ambientalist. S'është përdorur çështë të tjerë, po edhe një koloni. S'është përdorur. Jo, çdo dy. Edhe termin e kam Këtë mobilizimi politik kundër këtij projekti ka qenë kë. Domthonë Kosova do të komi pas të dy pasoja që ka me prodhu, kanë ju eksploatu pasuritë e saj në toksore për çmime marramense, edhe që këto pasuri në toksore kanë mu transformu për me ndot ambientin për mosaj. Ku jemi sot prej 2018. A është Kosova më e pastër aspektin ambiental? Kjo është përgjigja që duhet. Edhe i kemi sot çmimet më të mira të. Jo, unë do të. Nuk i kemi asnjërin. Nuk i kemi asnjërin. Merë të lloj ndryshe. Çajo kritik morale e madhe, çaj mobilizimi i madh politik. Në politikë që ka ekzistuar. Jo, çaj mobilizimi i madh politik që ka ekzistuar, do thotë. Ne satanizu këtë projekt. Ai ka prodhu që to dy qëllime të kundërshtimit. Një Kosovë më të pastër ambientale e kemi sot, absolutisht i kemi më të ndotë, qush ta shkojmë bashkë. Edhe atje zhvillojmë debatin. Atje zhvillojmë debatin, domethënë te këto centralet bërthamore metaforikisht. Po që shkojmë edhe do thotë shkojmë të shohim faturat e rrymës ti unë rriti në fund muajit me sa është çmimi që paguhet. Tash po ta dhon një tetë. Jemi më të varur, edhe jemi më të pavarësisë sektorit të ndryshëm. Jemi më të varur, edhe jemi më të Aflim, se dia e ke lexu një kalkulim i Bankës Botërore. Banka Botërore, kompani transnacionale, do të thonë janë boshteja i globalizmit. Banka Botërore ka bërë një kalkulim. Kosova me Shqipërinë e me Serbinë. Duke bazuar në 4 faktorë. Faktorin resurset njerëzore të brendshme, që i ka Kosova, diasporën, pasuritë nëntoksore, pasuritë bitoksore, 4 elemente. Në kalkulimin e Bankës Botërore, Kosova me qëto 4 elemente peshon 3 herë më shumë se Serbia, edhe 3 herë më shumë se Shqipëria, edhe 2 herë më shumë se Serbia. Sovjeti duhen për me peshu realisht, se mund peshojnë këto pasurinë tokë. Unë po flas me një gjuhë tjerë që me kuptu, lexu. Duhet mi dhonë funksionalitet saj. Drejtimi politik është shumë më rëndësishëm. Gjithë dim vendi më i pasën me rezervat naftës është Venezuela. Ka dole. Po 30% e popullsisë ka ikë jashtë. Janë as po shkojmë në 70% jetojnë në varfëri, 30% në varfëri ekstreme, pasuritë nëntoksore nuk përkthehen me automatizëm zhvillim nëse nuk. Jo, është e vërtet. Por tjetër se dashta më thonë. Fakti që Banka Botërore një bësht korrizor i globalizmit ka bërë një kalkulim tillë ku Kosova me këto 4 elemente është më e rëndësishme edhe në sferën gjeopolitike, geostrategjike për maknat, për këto kompanitë e mëdha transnacionale, po edhe për shtetet, për interesat amerikane. Edhe këtu ne e shoh atë marrëveshjen që përmende, se e din Amerika e ka sakt këtë diagnozë për Bankës Botërore, unë nuk e shoh dobësinë te amerikanët, as te evropianët, as te kinezët, po e shoh dobësinë mrena. Mrena nuk ka organizim dhe nuk ka kalkulim. Krejt me një fjalime e thonë, unë e po mendoj që na duhet me i sinkronizu, me i balancu, me bosi ofertë edhe interesat geostrategjike dhe geopolitike që ti rendi që po vjen me i përputh edhe me qenë, a thash me skalpelin e kirurgut, nuk mundet të afrim vetëm politika me pru vendimare. Se në qofë se politika gabon në faza fatmesme, në faza fatgjate, ti kemi pas njerëz në rrugë, edhe kanë me dalë qysh për përshëndet, si në Beograd, si në Tiranë që është ndodhë, edhe në Kosovë. Edhe unë mendoj që kjo ka me e pret edhe Kosovë. Pra, edhe asociacioni, edhe ndarja dhe këto projektet, negociet,
krejt kanë shku në gjykimin tem në funksion të një kompromisi edhe të një shprese për me finalizu interesin Amerikan. Interesi Amerikan, fakti edhe akti që është ndërtu bën stili këtu, dhe me thonë ata, nuk e kanë një të vëllim kujtohet një diplomat mas luft. Në Gjermani ka ndërtu baza po, jenë të rjekë mas 50 vjetë. Ma boli një ambasador, sa kanë qëndru Turqit të, thashtë Turqit të po ato mandë, tha po, tha kjo drejt, 500 vjetë, tha na 501 vjetë këna më nejtë. Dhe me thonë, që tu është se na nuk po di me e bo ofertën, neve nuk në vynë politikan jasmena, neve në vynë politikan që dinë që Afrimi me të bo një analizë ekonomike, një ekspertizë juridike, një ekspertizë diplomatike. Politika e ka që trele ka red. E fundit ta vën, ashtë si që është se diskutuat mes sajna... Po, interferujen... Sobzat e një mozaiku që po prodhon krizë e jo zgjidhje. Objektivisht. Po prodhon paqartësi e jo parashikueshmëri. Po prodhon lëkundje jo stabilitet. E vërtet. Dhe e fundit është, si e shes sot në gjykimin tuaj, këtë lloj universit ton politik, një Gjerman, një Amerikan, një Frances, një Britanik, një kushdo juaj. Pyetja, çka kërkon Kosova sot? A e dini çka po kërkojmë ne sot? Për çka po qëndrojmë sot? Çka po kërkojmë sot? Kjo pyetje do të më vao Albin Kurti. Po jo, për analizë kam fjalën. Na i nxjerr me thonë, çështja është për analizë. Na mundu me i kop, që të cop. Ti mirë the. Nëse Kosova e 90-tav, 2000-tav, 2026-ës, 2020 ka qëndru në projektimet të tjera, për çka qëndron sot shteti? Cili o kursi që e tha dhe vetë që po ndjek? Sa po ngarenmi, sa po zbarkojmë të faktor të rëndësishëm që ndikojnë sot zhvillimet globale? Që ne t'jemi komplementar. Të ushqehemi me ato lloj interesa dhe ta forcojmë subjektivitetin tonë si shtet për brenda e me jashtë. Po, unë mendoj edhe gjykoj edhe jam shumë i bindën. Kosova, në rast se, jo politika, po Kosova, me këtë arkitekturën aktuale që e ka, nuk bën projekte për afatgjote. Nuk po thëmë me e bo një projekt, një memorandum që ka bo Serbia me botën e vetë. Por duhet, këtu tash, se ka shumë defekte. Këtu i ki akademin, 2 akademi që sëndë zëtit nuk bojnë. Këtu i ki institutet ndryshme që punojnë, por nuk prodhojnë asgjo. Midis Shqipërisë dhe Kosovës, po thu. Po flas nivel kombëtar tash. I ki shoqërinë civile, cila është, do me thonë, vetë që tjetë një sy, tret, kritik edhe defektet që i bën qeveria, qëra do qeveri, me i plotësue, me informue publikun. I ki intelektual të heshtën, i ki një arsim dopt, një ekonomi dopt, po i ki një politik, një fuqi politik, ka ndaj dhe këndej që po pretendon me dhonë përgjigjen këtë pyetje që po i bën. Si shihen sot Kosova? A mund ta dini huaj çfarë po kërkon Kosova me çet demarkim të enklavizimit politik, se ne jemi me gjast të enklavizuar. Problemi është që nuk pe dim na. Mirë po, duke bazuar, për shkakun çift të afrimit, yti aty tjetër, të mirën individuale, edhe ja dojnë të mirën këtij vendi, bojnë analiza. Po analiza jo nuk mundet me kon 100% e sigurt. E mund tjetë një vjetë trash, një trasim. Pra, me kap qëtë elementin, se në Evropë jenë të ndodhë dy procese në gjykimit. Procese dezintegruse dhe integruse. Shembja e këtij rendi të ri global, edhe refuzimi, apo distancimi i Amerikës, kësaj administratës, Amerika kur themi ka shumë, për kësaj administratës, nga evropianët dhe kërkimi edhe insistimi që të krijohet një raport i ri, cili faktikisht Evropën në gjykimin e këtij projektit MAGA të Trumpit nuk do ta bën të varën prej Amerikës. Këto po thotë unë që shpe kuptoj në rreshtë administrata Trump. Tash, na jemi ka krejt një stat tjetër në nivel rajonal, që janë 3, global, i kontinental edhe rajonal. Që kjo më qali ynë, më falë, edhe që tjellë, që kjo më qali ynë, Profesor, kjo du të me pas një përgjigje. Shembjen e komunizmit, për shembjen e komunizmit kontributor,
jetik, janë Amerikanët gjithë Evropën lindore, po. Ata s'pathet A janë, veç si Po e di fakte para se të notarizume unë e historike. ligjeraj këtë lonë. Apo, 89 de facto rënja që- më murit Berlinit është si sistem, të si... mos e mbajmë në mjegull një shikus të rëndëm. Po, Është kontribut meritor dhe në Amerikanët. po, Dhe vula që në rënë tyre, pëse e gjynezua një dorëzi, një BRSS të kohës, apo. Edhe vendosin e demokracisë dhe pluralizmit, në gjithë këto shtete, insistuan ta bëjnë Amerikanë, bashkë me Evropian, natyrisht, po Amerikanët ishin faktor kryesor. Sot Amerikanët, në vitin 2026, po përpiqen që dhe atë ndikim që mund ta ketë Rusia për ta minu paqen dhe stabilitetin, jo vetëm këtyre vendeve, nëpërmjet gazit të tyre, që t'investoj në projekte mega strategjike siç është gazi amerikan, në mënyrë që ta ruaj edhe kontinentin evropian nga ndikimi rus. Apo? këtë në rregull është. Dhe pse ka paqartësi këtu, çfarë duhet të bëj Kosova, ka të rreshtohet me Pedro Sanchezin e Spanjës, apo të mos ke dilema fare mbi një interes strategjik kombëtar afatgjatë sigurisë. Unë nuk pe vrej aso në afrimit që kem si qëndrimi. Si të bilancin sot, i 2026-ës. Po, veç. E ti që ndodhe 2020-ën. Qëndrimi ynë është i parancishëm. Zoti ishte atje, po. Nuk pe kontestojmë. Jo, po kontestuat fort. Jo, Fort. kush pe kontestojmë? Fort ata që duhet ta Na marrin nuk kem vendime. pesh. Jo, na po bëjmë analizë. Marrin vendime. Po, ata po e kontestojnë, ata e kanë arsyetimet e veta. Por natyrisht. na nuk jem ata që vendosin. Unë po them për shikuesin, a mundesh më jallon evropian natyrisht janë partner me Po, mesazhi jam është në faza afatgjote. Na, unë e thash në fillim, Amerika nëse pe shpreh popullor që për me ta kuptu ky shikuesi. Po. Amerika nëse na çet për derën na për dritare do të më hi. S'po ti çish më thon ndryshe. Na nuk e kemi dilemë si publik, si qytetar, si vend. Negociatat për interesa afatgjote edhe të Kosovës edhe të Amerikës bëhen përmes qeverive. Këto na s'munu me ndiku. Po flas në pikpamjen në dimension analizës, o profesor Maloko. Po unë nuk e kam atë dilemë për veti. E kja kom në pikpamje të zbërthimit të momentume për shikust, edhe politikanë ta detyrën base kanë që të mjegullojnë situata, mjegullojnë rrethona, lundrojnë ekonomist. Nuk më me dhënë përgjigje ekonomike. Është leverdia më e madhe ofertat që vjen prej kompanive transnacionale amerikane apo ofertat që mund vinë nesër nga kjo oferta që vjen përmes vlorës, që po thot, këto nuk e di, nuk mund t'ja përgjigj se nuk jam ekonomist, nuk jam inxhinier, nuk jam arkitekt. Unë mund të flas për proceset, për dukurit të cilat janë në këto 4 nivele, edhe qysh reflektojnë këto procese në këtë moçalin tonë politik. Si u bë që gjithë rajoni ta pranoj këtë investim strategjik që ka të bëjë direkt edhe me komponentin e sigurisë, me një rajon në të kontrolluar jo më nga rusët, po nga SHBA direkt. Që po ta jepi një ide. Një rajon ku vetë SHBA shembin ndikimin rus nëpërmjet bombardimeve. Që tash po ta jepi një ide, po tesha unë në vend të kryeministrit ose një vendimarrës. Unë e këtë farë oferte që ka ardhur, unë e kisha shfrytzu, për shembull, ndoshta kjo është këtë gabim, po për me kuptu. Për gabim të përmbylljes së finalizimit të shtetit Kosovës. Edhe i kisha ftuar amerikanët. Na po pranojmë për shembull çdo ofertë me hi se është jem sfere bla bla bla, kjo ish komponuar me një si më thon projekcion kështu pragmatik që është në këmbë një qartësie të plot për Kosovën në nesërme. Po është ajo qartësi. E kesha, ju na ndihmoni ta finalizojmë projektin e Kosovës. Pikë. Po të shohim. Nuk është që ja, se këtu ka kalkulime. Se qëre puna e Kosovës, se dikush po thot ka mujt Amerikë që ka dosh ky sistemi step by step. Amerika ka mujt me mshel me 2008 kur në shkru, ka kapitullu Serbia, Kosova shteti pavarur, edhe mos me vazhdu në këto negociatat, kompromiset që ndodhen 2013-2015. Tash të këtë shtin me dyshu, që na nuk e kem finalizu me dyshu në vetë vetën, që nuk jem shtet tamën, në shtojmë të thonë,
po më shtin me dyshu që nuk jem as sovran, as demokratik, as pavarën. Ne jem të varën për ambasada, për Amerikës, për Evropës, për Boksit. Ka dole. Ka dole. Për sa kohë që u përfshishin ambasadat, kishte marrëveshje politike? S'pe kupton, unë e thash dyshim, kjo është dyshim, shtin me promovu dyshimin, jo konstatimin. Fakti dhe akti që po zhvillojmë negociata, edhe janë të zhvillu, këto e negociata, për çka po negociojmë në me Serbinë kisha me ditë? Për çka? A din kush më tregu? Nuk ka kërkush përgjigje. Se negociatat janë të rëndësishme edhe në kohë paçe. Po pse? Për normalizim të marrëdhënieve. Pse? Për normalizim të marrëdhënieve. Jo, për autonominë serbe, për një Republika Srpska. Etër. Amerika këtu në gjykimin tem me angazhimet e veta që i ka nivel global, e ka spostu temën e Kosovës. E ka përfshirë për kundërshtim në ligjin kombëtar të sigurisë që u aprovuan nga dy domat e Kongresit, nga Senati dhe... Por, në gjykimin tem, të 3 marrëveshje, edhe ky fundet që përmend, marrëveshja bazë për Brukselit dhe aneksi Urit. Po, marrëveshja franko-gjermane. Edhe kjo është një edhe kjo ka mja gjitë në gjerdonën e vetëvendosjes në historinë e saj tashme që e futën në kompromis. Edhe këtu vetëvendosja nuk është e pashtë, t'jem të qartë, se nuk po mbrej kauza ta skujt. Pra, akte dhe fakti i pranuar. Çfarë po bëjmë me vendin? A mund të dihet se ka shkon Kosova ta zëm për 15-20 vite të ardhshme? Ato nuk e di kur kush, por për çdo 15 një qartësi politike. Jo, pas janë të ndodh shumë dinamika në nivel global, edhe ato reflektojnë edhe te na. Mëse presh të ti mundësin, për shembull që kjo indicia që është ka i del flaka në Shqipërisë me këto revoltat. Për 2-3 vjet, do shto na e bojmë Shqipërinë e madhe, Shqipërinë etnike. Pse? Nëse është interes amerikan. Ta të vizatojmë, po. Nëse është në interes amerikan, edhe ndihmohet ky projekt, s'po mundu me gjithë zgjidhjen për Kosovën, s'po mundu me finalizu, s'po mundu me tash për me zhdu krejt të barierat, po hapet një rrugë e re. Ka tholleshe në horizont të Nuk e di. Nëse konsumohet opcioni A, konsumohet opcioni B dhe paça duket e vështirë në horizont. Që të manifestoj t'jap rezultatet konkrete në terren, në mund shumë opcione në bashkimit kombëtar? Po nuk e di, tash do thot ky hipotetikisht unë e di pozicioni i Kosovës është nuk flet me teori. Jo, nuk flas unë edhe me teori hipotetike në këtë drejtim për shkak se pozicioni aktual do thot zyrtar i faktorëve kryesorë që janë të involvuar në menaxhimin aktualisht, po. Do thot si të Bashkimit Evropian ashtu edhe SBA-ve dihet çfarë është, po dhe pozicioni zyrtar i Kosovës ende dihet çfarë. Kosova ende nuk është që Kosova ka heq dorë, do thotë, zyrtarisht po flas, asnjëra edhe jo vetëm partia në pushtet, po as subjektet opozitare nga ideja e normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë si parakusht për progres në strukturat euroatlantike. Ne kemi pranuar këtë pozicion, është pozicioni i shtetit të Kosovës, pozicion nuk është i përjetshëm. Dëgjota, po tash nuk e di unë, do thotë, unë po flas në këtë drejtim, çfarë janë pozicionet tona, pozicioni shtetëror i Kosovës. Nuk është bashkimi kombëtar, po ne, edhe nëpërmjet pranimit të gjitha marrëveshjeve që kemi, edhe këtyre të fundit, do të jemi pajtu që paralelisht me normalizimi i raporteve, edhe Serbia e ka pranuar. Të tjetër është që se edhe Serbia e ka pranuar që normalizimi i raporteve me Kosovën është komponente e rëndësishme e saj e agjendës eurointegruese. Edhe Serbia formalisht nuk është që ka heq dorë nga ideja për antarësim në Bashkimin Evropian. Jo NATO për NATO vend neutral, po për në Bashkim Evropian. Pra këto janë dy pozicione zyrtare. Kemi edhe qëndrimin e SBA-ve që i përkrah këtu dhe që prapë tham, raporti i fundit duhet lexohet, raporti i fundit i Departamentit Shtetit për rajonin, në mënyrë eksplicite thotë që për SBA-n ka përfunduar procesi i shtetndërtimit dhe tash duhet të kalojmë në idenë e partneritetit të ndërsjellë. Më qartë dhe më e pa ekuivoke. Më qartë dhe më e pa ekuivoke. Në Ballkanin Perëndimor dhe do thotë në partneritet dhe me përfitim ndërsjellë. Hajde zbërtojmë në çito. Dëgjoj, nuk jam unë këtu për më zbërthy këto. Ja zbërtojmë vjetrosh. Dëgjoj, via përfitimi ndërsjellë. Do të di çka. Çfarë përfitojmë ne? Dëgjoj, pro.
Dëgjoj. Sa po përfitojmë? Nisem para. Që kjo është një lloj eufemizmi, një gjuhë diplomatike. Po, është me gjuhë. Që se kuptoj. Çeshka përfitojmë. Çeshka përfitojmë. Shkurtazi. Domthonë duke marrë parasysh edhe ndryshimet në nivel global që po ndodhin. Nuk është që në SBA nuk ka ekzistuar një lloj frustrimi në çarqe diplomatike, strategjike që vendet evropiane po përfitojnë në saj të po përfitojnë ekonomikisht në kurriz të SBA-ve për shkak të ofrimit të sigurisë nga SBA-ja, në një të kohë këto po bëjnë partneritet me rivalet gjeopolitik po bëjnë partneritet ekonomik me rivalet gjeopolitik. Dëgjoj, me çet administrat. Na duhet ta kemi të qartë. Ka marrë fund më kjo tolerancë e SBA-ve që mundesh me përfitu nga siguria amerikane duke mos e përfshi edhe në aranzhmane ekonomike me to. Fitu me Rusë kinez. Ka marrë fund më kjo. To mire ke pru dhejtë po? E tash, nuk kam nevoj me qu ma tutje. Po? Nuk kam nevoj, nëse dalë mu bo dhe thot, i pavarur edhe sovran komplet, si Shqipëria e Enver Hoxhës, dhe thot, miruj pasurit në toksore, mundesh do thot edhe me hek dorë edhe prej këtij detyrimi për më Parët e kanë edhe këtë histori. E kanë edhe këtë histori apo partneritetin me Rusë kinez. Sepse nuk është detyrë e me tash, detyrë e nuk është se na prej pozicionit analitik do të thonë cilën jemi veç mund trendet mirë. A mendon çet freksion që na duhet me bë betejë me përfitu sa më shumë. Ka thonë sto ama Dëgjoj. A mendon që duhet me kon shumë të kujdesshëm në ofertë prej kërkesë nënës. A jetë që të dakord për me go fjalin, për me sinkronizuar interesat tona. Me biseda edhe dialog me strategët amerikanë. Për që të fosë të faqot. Amerika partner strategjik i Kosovës dhe i rajonit, apo një gogol? Prej në dilema. Dilema, nuk është gogol, sështë. Jo, është. Po këtë që shton dilema, apo është... Qofë se vendosja donë me e bo gogol, ajo është tjetër, por qytetari e publiku nuk mundet me e bo. Shikoj rrjetet sociale. Edhe Shqipëria edhe Amerika është. Unë tash nuk po përjashtoj këtë kalkulimin që nesër për shembull se lexova edhe analiza që çfarë ndodhi në Shqipëri. Është një farë fryme pro-marksiste, një farë proletar të gjitha vendeve bashkohuni apo kupton një farë në Shqipëri. Ka miks ideologjish. Miks, po atje shumë ka paqartësi shumë. Nuk e di. Unë po flas për neve. A përmbyllim këtë emision, sepse është ndërruar në një debat midis profesionistëve duke zbërthy plejardhet edhe politike, ato që shfaqen në nuk shfaqen. Ta përfundoj që t'jali të thëmë. Afrem, unë mendoj që na si vend, që jem shumë i vogël, që jem shumë të parëndësish në këtë oceanin e këtyre ndryshimeve, të këtij kaosit global, duhet jem të vëmendshëm, duhet jem përgatitun, duhet kem projekte për të ofruar edhe për ta balancuar interesin, po. Citojmë të thonën. Nuk kem të thonën me refuzu, po me kalkulu. Përfitojmë. Bravo, një milimetrike, se s'munëm na me i bot domë Kosovës, për hirt një lojaliteti, çapo diu në ndryshim. Këto une për veti me konë, për shtet nuk e kisha bo. Jam për me analizu. Defekti është që na nuk e kem qëto. A thash, nuk kem ekipe ekspertiza për qëto interesat që i kem. Që ka është një defekt. Gjitha jenë profesor. Ja, nuk i kem të avalit. Ti është sigurt. Të kjetë e bojnë kalkulime, këto kalkulime të kanë bo Amerikanë, po Amerikanë të kanë interesat e vetë. Na to, qëra të kemë? Analizat... Ama një analizë... Ta japë, jonë ministri të... Ama të akademisë. Ama një... Cilës akademi, po thotë? Dyjave. Po thotë për shtetin, për pushtetin. Po shtetin, janë dhe pushtetin. Sektor profesional, strategjik të ministrisë, ekonomisë dhe financa. Janë struktura profesionale, ka dokumentet edhe analiza të detajzume mbi mënyrën se si du t'i zhvilloj Kosova sektor strategjik real të ekonomisë. Ku mund përfitoj? Si mund duket mas... Që se te dhe... Gjitha, profesor. Të gjitha janë, qështja është të vullneti politik. Vullneti politik e ka ushqy mjegullën në përmasa të atila... Për ta përfundurit, e ndëgjova dhe zëtën Shala, Blerim Shala në një intervjis, nuk dini një medium, e tha një sens shumë simptomatik, që përkundër paralelisht për negociatat kur janë zhvillu në vitet 2006, 2007, ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, edhe rusët, po edhe që i dërguari speciali OKB-s, do thot, Atisari, do të paralelisht me zhvillimin e këtyre negociatave ka shku edhe në bankën botërore. Edhe ka kërku një mendim, një ekspertizë për tyre
që nëse jep rekomandimin për pavarësia, mund të qëndrojë ekonomikisht ky shtet. Ose ka shtete që s'mund të qëndrojnë ekonomikisht. Dhe rekomandimi tyne ka qenë pozitiv. Thotë po, Kosova mund të qëndrojë ekonomikisht mbi dy burime. Do të para thotë ka ju kanë përmend rezervat energjetike. Edhe borxhet që kanë te bankës botnore që është rezervat energjetike dhe nëse arrin do thotë me rivitalizu kapacitetet e saj në bujqësi. Do çdo dy e mjaftojnë Kosovës. Po, edhe kjo sa të edhe bankës botnore tash. Por në fundit profesor dhe ka solli se ky diskutim po prodhon çdo diskutim rrethanor legjitim periferik mbi çdo temë, sepse ka ndërlidhje të tema profesor, edhe politika me ekonominë, me interesat, me ato se siç thatë në fillim se si ti bëjmë komplementar interesat tona të shtetit me të aleatëve. Po ta thotë raporti i fundit. Ta forcojmë pozicionin ton. Por raporti i fundit ta thotë që mjegull është pengesë, je përmendë shumë mirë. Jemi për ju, ka Kosova kriza aktualisht? Krizë? Po. Krizë, që s'ka krizë? Zgjedhjet përfunduan, fituesit dihet, humbësit dihen. Krizë, o e thash politike, ekonomike, sociale, të tjera, kajti kemi krizë. Shini vullnet politik që shpejt do ta kemi të zgjedhur presidentin apo presidentin, sepse unë mendoj që kriza formale, se bepi ashtu publik. Kriza nuk do të mund të lidh me krizën e presidentit, me zgjedhjen e presidentit. Ajo është në gjykimin tim është një këtë diçka periferike. Do t'ju bëhet me njollë përsëri gishtem njollë vjollëse në zgjedhjet e ardhshme nëse mbahen? Unë besoj jo një herë, po edhe 2 herë, 3 herë. Edhe arsyetimi është që kjo qeveri, po edhe opozita në gjykimin tim, po ka rezerva frem. Unë kështu e lexoj. Ka rezerva për të fut në aranzhimet në këtë farë arkitekturën e këtij kaosit global për me hy në aranzhim, specifik kompromise për hy në aranzhime me Brukselën edhe me Washingtonin. Edhe është përgjigje. Ku pasur këto zonja Vjosa Osmani, Lumira Abdigjiku, Pedri Hamza, që në natën e vonë torëve të vonës dielës, të hënën, me tutje, kam përsëritur deklarata duke e lutur figurativisht zotin Kurti që të bëjnë marrëveshje për formim të qeverisë kuvendit e të presidentit. Duket paradoks do duhej këtë ftesë ta bënte fituesi jo humbësit. Unë mendoj tash nëse adresohemi kësaj arkitekturës aktuale, opozita duket që nuk e ka këtë problem, siç po thoti. Zonja Osmani. Po defekti është që opozita nuk po mundet me bind publikun për me marr më shumë votë edhe me bë vet. Që to është problemi. Nuk është problemi te Kurti, problemi është Kurtit. Eja të bëjmë marrëveshje. Marrëveshje fitoj 70%, 60%, edhe s'ka nevojë në ty me të vetë hiç, po e bëj vet. Si? Opozita nuk po mundet me bëj çto. Po e lut Kurti. Opozita nuk mundet të një pozicioni inferior me diktu kushtet. Në gjykimin tim kjo është paradoks. Ai që i ka fituar zgjedhjet, ai me vullnetin e tij, kushdo që t'jen, mund tjetë edhe një subjekt i ri nesër, ai i dikton kushtet. Vullneti i tij. E unë po them që ky vullnet, vullneti ushtrohet brenda disa procedurave. Nuk është vullneti ndëgjoj. Që ky vullnet nuk është se kjo na çon gati na çon kjo martesë na çon gati në fashizëm pro. Ja, vullneti ja që institucionet politike i nënshtrohen një farë vullneti autentik kështu apo nuk për sa punë ekzistojnë procedurat, që to është pengesa, që kjo demokraci procedurale, që kjo arkitektura atisare, po thot duhet demokracia është edhe procedurë. Ky po mendon tjetrën, ky po mendon me e para, nuk dëgjoj, jo shumë rëndësishme që projekcion edhe mos me qenë vorën edhe me konsultues subjekti tjerë. Dëgjoj, këtë, po ti ke në Amerikë 200 vjet demokraci. Po jo, s'mundet as në Amerikë, se Trumpin e kontestojnë gjykata. Kush? E kontestojnë gjykata, s'mundet. Edhe Trumpi birëm këtë drejtim. Albini ka koqa një farë retorike të ngjashme me trumpizmin, këtë drejtimin e populizmit politik që është vullneti i popullit edhe unë jam përfaqësuesi vetëm i saj dhe s'ka rëndësi. Kjo është demokracia frem, ne e di. Po dëgjoj, tash që kjo çështje koqa fshiniron me trumpizmin si filozofi politike. Mirë po edhe Trumpi sfidohet në Amerikë, sfidohet lloj protesta, bilim të na protesta. Dallimi është afrim.
dallimin mes qiti, Një shumë rëndësishme. Go fjalin, dallimin mes qitimi Tibi Kurti. Ka nevojë me ditë nga jo, si njës mirë aktiv sisteme politike. Ndani përvojë direkte në vlerësimin e çdo zhvillimi politik. Nuk kem ka uzohem, po shini stabilitet e qartësim politik apo krizë? Jo, krizë. Unë shoh sipas indikacioneve aktuale, uroj që t'jem gabim, siç e kam thënë në emisionin e parë, minat ditën e nesmen, do thotë kur e kemi analizuar rezultatin e zgjedhjeve. Unë nuk jam optimist që do thotë këto zgjedhje do të prodhojnë zgjidhje. Shoh më tepër skenim, shoh më tepër improvizime, shoh përsërit një përpjekje apo kupton të gjuetisë shtrigave, të kërkimit fajtorit kujdestar për një blokadë eventuale, por jo që shoh zgjidhje. Do të këto zgjedhje kanë tregu Albin Kurtit, konceptualisht ka dështu. Është e vërtetë që Albin Kurti e ka rujt distancën numerike me subjektet opozitare. Por konceptualisht ka dështuar pretendimi i tij që mund ta çlirojë demokracinë nga pengmarrja opozitare. Ka qenë motivi kryesor pse kemi shku në zgjedhje. Motivi kryesor, kalkulimi kryesor i lëvizjes vetëvendosje është që nuk po mund ta zgjedhë presidentin sepse po shantazhohen prej opozitës. Çka na flet rezultati i zgjedhjeve? Që në këtë proces, mbas edhe qeverinë mund ta formosh vetë, por jo të gjitha institucionet. Që to janë rregullat, procedurat, se si kanalizohet dhe operacionalizohet vullneti politik i qytetarëve të Kosovës. Të qytetarëve të Kosovës. Sepse nëse shkojmë na që Albini i ka fituar gjitha. Nëse shkojmë na me çu deri në fund këtë logjik, edhe Albini është minoritet politik, sepse a dikush janë partia më e madhe në Kosovë. Janë 60% që s'kanë marrë pjesë në zgjedhje. Atëherë as Albini dhe asnjëri nuk janë legjitim. Mirë, po këto janë rregullat e sistemit politik, mbas tyre. Po çto rregulla jam të thonë do të më ndryshua frem. Si ti bëj? Më ndryshuar në mënyrë graduale, me forma demokratike, me vullnet politik. Qose ty të voton. Po ti ishe kryetari i partisë fituese, ç'do të bëje profesor Malok? Po ti ishe kryetari i një partie fituese, ç'do të bëje ti? Është kjo pyetje hipotetike edhe nuk e di asnjë përgjigjen. Si do ta shmangje një proces të ri zgjedhor? Natyra jam është kompromisi i cili buron nga procedura, nga ky sistem politik. Këto procedura pengojnë kompromisin. Jo. Po. Si? Po fakti dhe akti që po vazhdon kjo desejade e ngërçit është një pengesë. E unë që të pesha problem. Jo, problem. Nuk mundesh me do në pozicion të vetë problemet e kushtetuta që u shndru në arsye të mëdha të blokadës politike. Kushtetuta është problem. Unë e përmenda ca elemente. Elementi kryesor i kontestimit kësaj arkitekture që mund pengon sipas jush nga element, nga faktor. Që ky super diskriminimi pozitiv është të na sjell probleme. Që unë po japi jo vetëm në migrimi mbi 200.000 njerëz ikën nga Kosova për shkak të superdiskriminimit pozitiv. Ka bërë problem ata shkojnë e vinë. Se po praktizojnë njerëz Kosovën për shkak të shkojnë e vinë ata shkojnë ka diskutojmë në elementin procedural. Proceduralisht po diskutojmë. Etash. A është prezenca e minoriteteve në kuvend Kosovës pengesë për mu konstituu organet? Kjo është jo për mu konstituu, por për mu ndryshu. Për mu ndryshu. Nuk ka njëjtë. Po. Por mu ndryshu është pengesë. A tham 2/3. Për këtyne 20, ata, ku kanë bot, 3% popullsisë me ta diktue krejt. Së shtetit, së zdati komunisit. Dhe i etablimi... Po aja është dosht... Aja është dosht me pranu, e ka pranua shimtar, që kërkush pe kontestat. Po tash jenë 2026. Tash do të me buni përpjekje për me ndryshu që to. Qysh mune të përshemë në gjdo institucion vendimars që ka pesh në Republikën e Kosovës varet prej minoritetit deri në 20%. Qyre Komisionit Qendror Zgjedhor. 20% i kije përfaqësues. A me kushtetut i kije 3%. E kije në Komision Qendror, lutem, 20%. A janë 19, red, shumë thjesht. Janë një bosnjak, një ram, një ashkalin, një bosnjak. Qënë të Kosova para faktorëve ndërkombëtar. Të në pengesë. Dëgjo. Tash të çështën e pakicave si problem për Kosovën. Si problem? Që pakicat janë shndruar në bllokat madhe të pengesë për funksionalizimin e shtetit. Funksionaliteti i shtetit të Kosovës. Cili është mesazhi? Jo, minoritetet edhe qytetarët serb nuk janë pengesë. Pengesë janë kompromiset që janë bo,
E që është dosht më bo, tash përdu me amnestu, për hirë me fitu qëta, me bo qëta që e këna bo qëtë shpalje, me për tash ti do të me mendu, a mu në me ndryshu e qysh do të me ndryshu që konstelacion. Nuk mund është mënyrë të njanshme, mënyrë të njanshme në dhënë kjo për i bjenë si kur një farloj tradhije tash mja bo bërësis ndërkombëtare, e mora unë qëta që po edhe tash ti unë po bëj shka Kjo pa për qëmë diskutimin me gjatë në fund ka ideja e opcionit që ende në komitabli, bashkimi kombëtar, që mund vjetë si rezultat i ngërqeve të shtresezume, i ngërqeve të shtresezume, që në përdojnë funksionalitet mund ta imponojnë mund ta prolongoj bashkimit të kombëtar. A unë e shoh si të pavitueshëm. Nështë unë jem gjenerat pak më idealiste, pak më ndryshe, Afrimi është ma pragmatik, i sheh pak ma ndryshe, unë e kuptoj. Por unë finalen e shoh edhe për një arsye. Ti e din? Para mendon një shtet. Dy filozof studio, me pot kuptime të ndryshme, të djeshme të sotmen dhe të nesërmen. Unë nuk tham që asnjëherë nuk tham edhe sepse do të ishte naive, të thonë që Beogradi nuk bën përpjekje të ndërhyjë të sabotojë nga brenda shtetit e Kosovës. Kjo është evidente, unë nuk pres vidim diçka tjetër prej Beogradit. Është në sens logjik, është iluzion që të mund pres, do një qëndrëshmë, një pres, mirë, po nëse ne e fokusojmë, në thotë tash, këtë debatin politik, do që pengesa kryesore për blokadën politike që po kalojmë, krizat, më thonë janë minoritetet në përgjithësi, nuk di e huqim pak analizën. E huqim fakt, se po me e bo debatin. Nëse është se me e bo, jam dakord, është vendosim. Por është ti e din, shoqëritë kur përfshihen, shoqëritë kur përfshihen në krizat brendshme. Shumë lehtë e kanë për me gjetë fajtorin kujdestar, po e zon tek ai tjetri ndryshëm, na e dim Francë për shembull, po bë politika. Dgjoj, na e dim Francë, prej Francës ka filluar. Çështja e Dreyfus, ti e din. Franca ka dështuar luftë me Gjermaninë në vitin 1870. Por shkak të dështimit të saj strukturore, industriale, kret, dhe në fund ka dalë problemi, cili o problemi i Francës pse ka dështu, është generali Dreyfus që ka qenë hebrej dhe ka trafikuar në brenda. Luftën e dytë botërore e Hitlerit. Prandaj nuk i preferoj këto skema që kërkojnë, domethënë nuk i preferoj këto skema që insistojnë ata. Larg asaj edhe një herë po e përsëris. Larg asaj unë e di që Beogradi natë ditë angazhohet për të sabotuar shtetin e Kosovës. Analizat afrem. Po, natë ditë në tavolinë. Sot mjedisi kulturor me atë shumë goditje të brendshme që ka, atë shumë me antagonizma të pajustifikueshëm, tregon që edhe fqinjtë mbase mund të kenë hisën e tyre në këtë fragmentarizim tonë edhe kulturor, edhe ideologjik, edhe politik, edhe çdo lloj tjetër. Edhe pse fragmentarizimi është legjitim në demokraci, po në mënyrën se si përhapet me vokacion të urrëties, duket që në gjykimin tim, me një fjali, mund të ketë dorë edhe nga jashtë. Ato nuk i di, ato teori nuk i kam në informacion, por në gjykimin tim, shqiptar e Ballkanit, që kanë qenë një moment, në gjykimin tim, në vijat trasha, në perspektivë, shqiptarët e Ballkanit janë në proces një kërkimit një identitetit të ri kolektiv. Që kjo është ajo që unë e po mendoj, e qysh do të ndodhë, si do të ndodhë, me çfarë pasojesh, me çfarë, ato nuk e di. Ju falenderoj shumë për kohën. Kapsolli dhe profesor Maloku, dy të jeni kolegë nga njëjta fushë, patët natyrisht mos pajtime, të ndryshme, të panumërta, mbi tjetër. Sigur të pajtoheshim çdo gjë, nuk ishte me pas kuptim as më vete edhe kishit mendim të njëjtë sa i takon krizës, si po shkaktohet, për cilat arsye mbase po shkaktohet, dhe që nuk flisni zgjidhje stabilitet e një Kosovë të parashikueshme politikisht, por zgjedhje të reja nga mënyra se si po operon. Me dëshirën të mos ndodhin ato. Me dëshirën po se si po operon zoti Kurth dhe tjerat. Ju falenderoj shumë për kohën. Faleminderit edhe juve. Ju lutem. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.